Ju, nëse do ishit përballë Edi Ramës, në zyrën e Edi Ramës, çfarë kërkesash do i adresonit atij sa i përket çështjes së pensionistëve? Unë përpara do i thoja këtë. Zotë kryeministër, të pyes, a mjafton 200 euro për një pensionist 80-90 vjeçar të jetojë me këto shpinë që janë sot? Më përgjigj. E para. E dyta, pse nuk garanton ligji i sigurimit shoqërore, pse nuk garanton pension dinjitoz kur dal pension? Kur unë kam dhënë kontribut për jetën, pse nuk mbrohet me ligj? Në qoftë se mbrohet me ligj, pse duhet dhënë kontribut unë? Më përgjigj. Pse nuk më garanton? E dyta kjo. E treta, nuk kam lek thua ti. Pse ke lejuar 50% të bizneseve informale, edhe njerëzit nuk deklarohen, edhe kanë humbje kolosale? Çfarë kërkon ti të paguaj ai kur ai biznes informal? Si do paguaj kontribute sigurimi shoqërore dhe shëndetësore? Nuk ka si paguon. Po ku ja kërkon këtë ti? Ti administrator e ke plot. E ke 200.000 veta. Ne një bashki jemi këtu, 2 milion veta, një bashki e Evropës. Pse duhen gjithë të punojnë? Ku është efektiviteti i këtyre qindra mira njerëzve? Militant partie që i duhen qeverisë vetëm për fushatën zgjedhore. E tjetër kjo. Ti tash thua, a po punojësit vetëm nuk ankohen. Po si ta ankohet punojësit mo? Ti i ke mbyllur të zyra. Pse i ke mbyllur zyra, zoti kryeministër? Ti thua ankohen të Shqipëria që duam. Po pse do të ankohen të Shqipëria që duam? Po mira, po tjetë kjo metodë. Po pse spitalet nuk i mbledh në Tiranë? Po gjykata pse si mbledh në Tiranë? Po policia pse si mbledh në Tiranë? Po ato bashkit pse nuk i duk hipotekat të vinë në Tiranë tëra? Shkeni Shqipërinë, rrafshoje. A e kupton se çfarë politike? Ky tani del në Evropë e thot inteligjenca artificiale. Nuk e di se kush e orienton këtë njeri. Ajo hyn në punë inteligjenca artificiale ju pensionistëve? Po le të më japi mua një kartë, kjo inteligjenca në cilën bankë na jep lekët, kjo na japi nga 2-3 milion për pensionistë. Me që ka inteligjencë, domethënë 1 kg oris, ajo inteligjenca ta quaj 1 gram oris. E dalim më të fituar. Se bëj kështu ky. Ky thot 2030 thot, unë do jap një pension thot shtesë. Ore, pensionistët do vdesin për ditë. Ky thot 2030 mua. Prit gomar bibar. Ky është aventurier. Po pse është ky? Pse është kjo? Pse? Pse qëndron, pse mban të qëndrim këtë heshtje përbullse ndaj pensionistëve? Ka një zgjidhje, një logjik. Për mua është kjo logjik. Po këtë logjikë kam thënë dhe erëzira, asnjë politikan, asnjë gazetar nuk më ka mbështetur. E gjithë opozita nuk e zënë gojë. Unë mendoj, si ndaj gjithë popullit shqiptar, nga faktet që janë diskutuar edhe kanë ndodhur në Shqipëri, po sidomos ndaj pensionistëve, qeverit kanë kryer genocid. Tani, zoti kryeministër, ti japësh ti pensionistit 200 euro në muaj, që nuk i dalin as për bukthar, lemër për paguar tjera, po për ilaçe e këto tjera jo një. A është një kërcënim ky për jetën ndaj këtyre pensionistëve? Të mbetemi te pjesa e kërkesave që ju i adresoni konkret qeverisë shqiptare që duhet bëj për shtresën e pensionistëve. Shiko, kur shkon një smur në spital, edhe paraqitet para mjekut apo një grup mjekësh, komisioni atje, ata do të pyesin njëherë, çfarë ke? Ku do dhan? Çfarë ke shqetësime? A ke ndonjë i tënd ti që vuan nga diabeti etj? I bëjnë vizitën direkt, i japin një sasi analizash dhe pastaj i japin mjekimin. Tani si mund të themon zoti kryeministër, zotëritë qeveritar, unë dua këto. Po unë ja them këtia. Po ky nuk ka ndërmend të bëj këto. Unë do t'i them për opinion publik, për të demaskuar politikën e tyre.
Zoj Dyshniku, ju po thoni që qeveria as ju ka pyetur fare se çfarë probleme dhe shqetësime shkeni konkretisht sa i përket çështjeve dhe problemeve me cilat ju hasni, po thjesht bën ato politikat e përditshme ose një herë në vit sa i përket pjesës së pensionistëve dhe asnjë do t'ja di për ju. Shikoj, keqja e politikës ose e politikave të këtyre regjimeve kriminale antipopullore që nga 90 deri më sot ka qenë tek llogaritja fillestare e pensionit, te skema fillestare që s'ka humanizëm fare, s'ka humanizëm, po është bërë me teknicien, sepse nuk është bazuar llogaritja e pensionit, nuk është bazuar te realiteti shqiptar. Po është marrë një formule gazme, sepse ta qeveritarët rrogat i kanë miliona. Si bëhet bon? Se thonë dhe kështu këta, për kooperativistët, ish kooperativistët. Thonë këta, po kooperativistët e kanë pensionin të vogël, jo edhe se kanë marrë, atë pak të vogël kanë marrë, por ne u kemi dhënë tokë, u kemi dhënë baktit, u kemi dhënë kullota, pyje, etj. Po s'është e vërtetë. Nuk ka dhënë gjeta kooperativistët. Ato toka që kanë marrë kooperativistët, apo ato bakti, ato pyje e tjerë që kanë marrë, janë të tyre. Nuk janë si ferma. Se kooperativat janë krijuar nga bashkimi vullnetar i fshatarëve, i tokave, i pronave të tyre, toka, bakti e tjerë që kishin, edhe formuan kooperativën. Pra kur u prishin kooperativët, ta morën tokat e tyre. Nuk janë si ata punëtorët e fermave, që u bonifikuar për shembull trëbufi, edhe ata u pronësuar. Udhani sa udhan, me gjithë ata merrin rrobat 3-4 herë më shumë se kooperativistët. Pra s'është logjik kjo. Edhe është shumë e çuditshme, e shumë poshtruese që të gjithë qeveritarët nga 90 deri më sot, ore si s'ka thënë një llaf more për mirë për këtë popull, për ta kooperativist. Po thonë, skemi, si s'doni njëri më do të po kemi. Po kemi, ta bëjmë kështu. Veti rrisi rrogat, këta se rrisin. Tani, për të treguar bazën, pse baza është filluar gabimisht, se ato bonus e të gjera, ato e talli. Pse do marrë vetëm kooperativistët? Po afërsisht që këta janë dhe minatorët edhe gjithë punojësit e tjerë. Do marrë kooperativistët që janë një sasia më e madhe, në ato ishin 60-70% e të punësuarve ishin në kooperativa bujqësore. Tani, kontributi, thonë, kooperativistët nuk ka dhe kontribut. Tani këta marrë 2.000 lekë që ka bërë punaj. Po kooperativisti 2.000 lekë merrte rrogën. Pavarësisht se kooperativa ishte pronë e grupit, qeveria kishte plan shteti. Një pjesë të mirë të prodhimit ja merrte kooperativës dhe ja furnizonte qytetet. Por fshatarit nuk i shtohej rroga, nuk ja paguonte shteti, po ja merrte i jepte pa lekë. Pra, prodhonte fshatari, ishte tokatia, nuk ishte tokë ferme. Ndryshe ferma, ndryshe fshatari, në kooperativë. Pra nuk paguhesh. Tjetër, mallrat që shkonin në Evropë me Albania, vilesh valute madhe, prapë dhe nga këto mallra, nga këto prodhime, prapë fshatari s'merrte gjë. Pra ai 2.000 lekë quhet sikur që argat sklav. Tani ky sistem, qerdi, demokracia, duhet ta vlerësoj, jo të bëj propagandë. Pas ka qenë diktaturë e komuniste. Pa ai 2.000 lekë edhe mos pagimi i atyre prodhimeve që kishte fshatari, nuk është pjesë e diktaturës? Se atëherë ishte tjetër organizimi. Po, zoti Dyshniku si e konsideron tani tjetër, më fal me një. Për ta mbarojmë këtë kooperativistare. Se ka shumë rëndësi kjo për të treguar që skema e pensioneve ka dështuar me turp. Është një skemë kriminale antipopullore dhe duhet filluar me themel. Duhet rrëzuar me themel. Edhe jo, kështu e ka bota. Bota ka shumë gjëra. Po këta s'ka punë gjithë mirë nga bota. Se ka thonë, kudo ka krime korrupsione, kudo ka kështu e ka ashtu. Po në gjithë mirë s'ka prurë. Tani ky fshatari, vërtet prodhonte drurin, po vetë hante bukvisri. Atë nuk është diskriminim ky. Flas për kohën e sotme, atëherë ishte tjetër organizim. Tani urdo. Ose tjetër, me gjithë punonjësit e asaj kohe, shumicën e shumë punë që në ato kohë bëshin vullnetarisht. Ndërtimi e kurullosh, hidrocentralesh, brezare,
korrje shirje në prodhime të tokat më mëdha, për shembull në Tërbufe e tjerë. Bëheshin falas të papaguara. Ky sistem tash do t'i dëshpërblej. Ashtu si ka dëmshpërblyer ish të burgosit me miliona, ashtu do dëmshpërblej edhe ata të gjithë që ju pushon nga puna dhe ka marrë të rrogat që se kanë merituar kaq. Domthonë janë dënuar. Në burg s'ka qenë, po kanë qenë të dënuar pa bukë. Me pak bukë. Prandaj kjo skem, në qoftë se nuk rregullohet tabani, themeli logjik human i kësaj skeme pensionet me bonuse e me indeksime, kjo është një tallje madhe. Është vazhdim i krimit që këta po bëjnë ndaj popullit shqiptar. Dhe edhe kjo ka të bëjë shumë edhe me brezin e ri. Ku shikon brez i ri që prindrit, gjyshit trajtohen kaq mizerabël nga kjo qeveri, pse do të rrinë këtu Shqipëria? Pse do të derë një kontribut? Pse do të derë një kontribut? Sepse ky kontribut ja do vinë ditë, në fund fare do thotë qeveria unë s'kam lek. Sepse sasia e kontributorëve në Shqipëri, me këtë politikë që ndjeki ta, do vinë gjithmonë duke ulur. Prandaj, këtë ankesë që bëj sot, s'kemi kontributor, ka vdekur. Tjetër gjë, që s'është e drejtë. Në botë nuk ndodh si në Shqipëri. Si që ishte ajo këta skema e fillestare, por edhe tjetër. Pasuritë kombëtare në Shqipëri kanë qenë dhe janë pronë e gjithë popullit. Ndryshe është jashtë shtetit. Në Francë, Angli, në Amerikë, vini erën, ai miliarderi ka bërë zbulimin, ka gjetur mineral në filament, edhe ka punuar, ka hapur minierën edhe shfrytëzon. Është pronë e tij. Si takon punëtorëve, vetëm rroga. Kurse në Shqipëri ka qenë pronë e gjithë popullit. Prandaj pensionistët e parë, si krijuesit dhe shfrytëzuesit e parë të këtyre pasurive kombëtare, naftë, krom, bakër, hekniken, etj, duhet marrin përfitim nga shfrytëzimi që qeveria ka bërë. Jo vetëm kaq, por qeveria do t'ja japë llogari. Pse gjatë 35 vjetëve shteti shqiptar nuk ka përfituar pothuaj asnjë lek nga këto pasuri kombëtare? Do t'ja japë llogari. E ke vjedhur, e ke shpërdoruar, e ke dhënë pensionistët thotë s'kam lek. S'është vërtet s'kam lek, ka lek shumë, po është vjedhur.